Jemi në orën e takimit me zonjën Eni. Përshëndetje, zonjë Eni. Përshëndetje, Erdit. Si gjithmonë me letra, me dokumente. Me letra, po pa krushq. Pa krushq, po. Ende kemi beqar Ardit, po. Edhe unë ende jo. Edhe ju jo, kështu që... Por, dy krushq në kanë ardhur sot, dhe i pari quhet Edmond. Ja çfarë ka thënë. Jo krushq të jetë, po dhe vllai im të jetë nuk e pres me. Ka 10-12 vjet që po e pres. Durimi i ka ardhur fund. Për çfarë konkretisht i ka ardhur durimi të fundi, vjen Edmondi. Mirë se vjen. Përshëndetje Eni, Ardit. Përshëndetje publiku. Po, sherifin do ta përshëndesësh? Radhën tjetër. Ndërkohë ai shprehur kështu. Por po ai qa kërkon a unë, ai kërkon që të marrë para, po ai do m'jap me mua, jo t'i jap unë merë. Djalin të ma lere i rahat, ati e ku es, se këtë pun do t'a zgjith unë. Me që sherifi ka marrë përsipër që ta zgjidh ai këtë problem, e ftojmë. Sherif, mirë se vjen. Përshëndetje publikit dashur, përshëndetje zonja Eni Çobani, Përshëndetje, zoti Sherif ka dalë se... Qebreja. Deri aty do me thënë duhet, se e pashje po shuhet drejt publikut. Me energji të papar. E pra, me energji të papar, po... Zonja Eni, po e lë çështjen tek ju. Po prisja që Edmondi ta përshëndeste në fakt, por e shoh që po e shikon dhe nuk e përshëndet, megjithatë do ulejuni mua. Se e përshëndesat njeriu. Sepse atëre mua do më lejoni të përshëndes shqiptarët dhe në emrin tuaj? Pra, një përshëndetje veçantë të gjithëve ju këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këtë moment. Unë sot ka një përshëndetje të veçantë, sepse kam një emocion me dy zotrit janë këtu. Vin nga një qytet shumë i veçantë i Shqipërisë, që është Cakrani. Cakrani është vendi i parë ku babai im ka shërbyer mbas studimeve të larta. Dhe ruan një kujtim të veçantë Cakrani, por dhe familja jon, dhe në emrin tuaj, të Edmondit, Sherifit dhe të gjithëve ju këtu në studio, i përshëndes nga zemra, për respektin e jashtëzakonshëm kundrejt babait dhe familjes tonë, dhe në momentin kur ai ishte gjallë dhe kur ka ikur nga jeta, akoma dhe më shumë sot, ato më konsiderojnë si vajzën e tyre, unë e konsideroj si vendin tim. Kështu që kam një emocion të veçantë që kam dy cakranjot të mrekullueshëm sot në këtë studio. Përshëndetje zoti Edmond, përshëndetje zoti Sherif. Është shumë e rëndësishme që prindrit lënë një emër të madh nga pas. Neve fëmijët na bie që ta mbajmë atë sa më lartë. Kështu që besoj që jam munduar me shumë ndërgjegje dhe dashuri, që jo vetëm për Cakranin, po për çdo shqiptar të bëj maksimumin. Edhe një herë faleminderit. Çobanin nuk e harron Cakranin. Faleminderit. Edmond, fjala është për ju. Atë e kam krushk, i kam dhënë çupën. Ke dhënë çupën për djalin, po. Edhe jam shumë i rënduar që kam ardhur këtu. Ditë, kuptoj, patjetër, shumë e vështirë është. Kundrejt atij njeriu. Po. Ky më ka marrë ca lek borxh. Prandaj e kam sjell këtu. Po. Sepse U bën vite? Sot 10-12 vjet. I kam thënë kur dhe japsh, edhe unë e qoj gënjeshtar. Po, patjetër. Më ka dalë në Allafi. Ato që thua ti Dimarës, prandaj e kam sjell këtu. Po gënjeshtar nuk më thua do ti gënjeshtar, për arsye se unë... Vesh vetë fakti rëshos. A shumë ka dalë një problemi edhe ti Dimarës ato lek, nuk ti mbar njeri lekët. Kur ti jap shëre, kur ti jap përshi, kur dalë se kanë sa probleme dhe atia. Si mbar njeri lekët, po a i ke mbajtur ti, ke 12 vjetë. Po i mban pra. Po i mbaj se ashu e kam problemin. Ashu i kam hallet e mija zonja e. Problemet e tua do zgjithuna. Problemet e zgjidhi veti. Ato probleme t'i zgjith. Ore, erdhe mi kërkove lekët. T'i zgjith probleme t'i kërkova lekët. Po, do t'i jap ato lekët. Ti mos u mërzit. Më shtrëngo sot. Nuk t'i jap, nuk thua do t'i. Do t'i japsh kështu ti me një kem. Po për të dhenë, Dimarës se nuk kam unë që të mbaj lekët e tua. Po më lërë mua se... Mos më detyron mua për ata që ti kam... Do akoma lek nga kyti? Mos më detyron
Po, tashi dale akoma pse ti unë do të them që nam edhe pak tjera se ashtu ka me një problem tjetër. Jo, këte do marrë shmeti. Lere, atë që thua ti po t'i japësh. Si do t'i japësh ato dhe do marrësh të tjera? Më prapë që të më ndihmoj të mbaroj hallet e mia. Ku ta shikosh mballe tash. Kështu. Prandaj hallet do tua nuk më duhen fare. Këtë do t'i marrësh. Nuk më duhen hallet do tua. Ka marrë vetëm të dafe unë tu. As i kam bajtu as njeri, as në bajtu kush nga bajtu. Ore se di që ke bëj me të tjerë të re. Unë se di që ke bëj me të tjerë. Se di me tjerë, ashtu kam unë problemet e mija dhe hallet e mija, që kam arritur që më prure ti këtu, por ato probleme hallet do i zgjithun edhe nuk ke pun ti, as me fëmin, nuk ke pun as me djalin, as me nusen, as me desat. Ata mos mi shketso, ati e ku janë. Ke marrë djalin e zotris në Amerikë, ti dhëndrin. Ke marrë dhëndrin në Amerikë, se tot ma lërë, thot nusën ratë. Ke pun të mërmosh djalin. Po nusja tënde është vajzë e këti, ore si ta lëri nusën ratë, se në autove të ashi. A është vajzë e këti, a nusja e djalit tëndë. Po do marri vajzën a i si, zota marri vajzën të telefon. Vajzën mi e mi të marrë më të shketoj për këto probleme, se këto probleme ju i disun. Edhe i marrë unë pësipër, që do ja jap lekët se nuk i mbaj lekët. Ka qanë një halë. Ore kur dhe japë që re. Jo s'ka të në njërti, po kur dhe japë. Po do i marrëshë. Ore kur dhe japë që shok. Ore ti marrëshë. Po vashë. Ta shi e kem shumë për mes të fjallën do t'i marrësh. Kur do t'i japë që lekët. Sa të mbaroj këto hallet e mija unë që të jam drejtore në që Ore, njeri u ka shumë halle. Ka. Sparojnë hallet o Sherif. Ka. Jeta është me halle plot. Është me halle plot, zonja e një Sigur dhe pak nga pak që filluar. Hallet e mija që më karen mua mos i ndosht as një shqiptari kështu. Po, në regull, po. Se unë jam... Ore, se cilin po ta pysë shtu në salë, hallin e vete quan më të rëndin. Edhe mondi ka një hall tashi. Ka një hall, po mirë më doja, jep më e një qobani, nuk i mbaj lekët unë. Po ke 12 vjetë pra. Ore, kur dhe japë që re? Ore, kur i do, në shumë shpejt do t'i japë. Sot, pra ndaj ka ardhur, sot, që t'ja e për sot, tu për para politikut. Vashe ti i dashke sot erdhe me vrap sot, unë për të them do m'jap shë i qik të ndimosh, ti me kërko sot. Do dali i qik. Do t'i me leke? Për mbysë. Ku të qikoj unë kështu s'prapë ty do mash me leke. Të lutem, arsyen pse ja dhe, e ke ditur apo jo? Kur ti mori, se i thonë 10 vjetë, 12 vjetë. Keni qënë dhe më të rije, po. Kur fijova bajzën unë. Po. Atere, u be miq me dashuri për aty, për ata dy plumat. Pa këte, se të një amik fare unë. Shu, e? Fare. Pse vetëm në këto vese. Po për ata plumat tje dhe po tha. Hale, më nuk thot vese, i thot hale. Jo, po tani a i quan vese, dhe sa s'ja ka dhënë. Unë e quaj vese. Po i quan vese. Unë kam halën tim. Unë ti ka marrë pa halë dhe nuk i kam vese që ti mbaj njeri lekut. Ore, nuk të them të mikë. Unë po jam 65 vjetë që kam berë gjera që të shuja, po t'java halë më lesa të mbyllë halë. Ma qave halë të zhjitha. Më lesa të mbyllë halë. Ore, të zhjitha pa jore. Tu e këtu në mes publikut. Po, ta zhjitha. Ore, ta zhjitha lakë nga ty ty tani. Më zhjitha e unë do t'i jam. Po, që ta arri unë të viktuar? Po jo mos e me këtë që bëni, e di i thoni dhe të tjerve që mos japin lek borgjore. Se 12 vjetë mos t'japësh lekët, tani a i ti ka dhenë për një po të shkurtër. Për sa ko të tha du t'i kthej? Për sa ko? Po, hese miqe e një. E kupto? He bahatër të qupës, po ato djalin dhëndër im i shkërqyë, i mendova të gjitha, nuk i lasha fat fare, edhe ma ka shuar këte këti. Zonja e një qobani, unë që në 95-94, jam lidhur me Sabri Belerin, bleva një fabrik vaj që kishë dokumentat, a i nëzora dokumentat me ate, mora baban, mora ata, po, edhe mora... Fabrikën e vaj të Cakranit, Fabrikën e vaj të Cakranit me Sabri Belerin. Në ato momente... Ish pronar, kjo është ish pronar. Ish pronar, nuk dinte ku kishtokat, unë i qova në Sabri, unë Myzaferin e Venglin, 3 vlezë me erdhën shpi, se nuk i lini Cakranjotët, i mora... ku i kam tokat, mora baban ku ish gjallë, mora Gjagjan, që ish binjak me baban tim, mora Telejonuzin nga Gorishova, edhe vajta filluam gjyqet që fitoj pronën, tokën, trollin që kishte mbi fabrikën e vaj. A i nuk kishte probleme, nuk kishte lek në ato momente, dhe blem fabrikën e vaj, doli në
shitje fabrika e vajt. Edhe i afrojsh ish pronarit që kishte pronën. Po, dhe fut edhe ti. Po, u futa edhe unë, në ato që bera gjyqis fabriut e ato, më lajmëron hajde se do blem fabrikën e vajt. Unë isha në Greqi, erdha nga Greqia, blevëm fabrikën e vajt, vazhduam punimet në fabrikën e vajt, po të gjojë fabrikën e vajt, do t'i jarë lekët. Po që ta diku që po që është bashkëpronar me ty. O zoti Sherif, o zoti Sherif, është bashkëpronar me ty atëre, se ka dhe para. Shumë mirë, e ke fabrikën e vajti. Ore, po dale se si të regoj ju se tashi, ku jemi orekësi të terve që duan bashkëpronësie. Ore, fabrikën e vajt fabrikën e vajt ti jeme të tjerë. Ti në atë borgjën ti mua. Ore, do t'a japa të borgjën ten, por më lini të shprem, t'a dojë që të njeri u shumë me futur emrat të tjerë. Ore, na më përpo që të kërnje me të se që kam berë unë për sabri me letë, që kam berë unë për pronat, unë lekët ty do t'i japë. Kur t'i japë japë lekët? Ore, do t'i japë unë, nuk të mbaj lekët. Do pjesë aty, do pjesë, meri pjesë. Merë pjesë aty. Pjesën e fabrikën. Po, të marrësh pjesë. Të marrësh pjesë në fabrikë. Pjesën e fabrikë.